Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. باب من حلق قبل النحر أو النحر قبل الرمي. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Zotin e Madh, mirësitë dhe bekimet e Tij qofshin mbi të dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjykimi e atij që qetet ose rruhet para se me bërë kurbanin, ose bën kurbanin para se me gjujt gurët. Pra në haxh gjithmonë bëhet fjalë. Më e preferuar dhe suneti është që punët ditën e Kurban Bayramit pra xhiun të jenë ranhata. Do të thonë rëmi, që do thotë gjujtja e guardezve. Ha në do thotë nahr, pra bërja e kurbanit. Ha është halq, qetja ose ruajtja, tawafi dhe sa'i. Pra më e mira në renditje është kjo që thamë, gjujtja e guardezve, bërja e kurbanit, qetja ose ruajtja dhe tawafi me sa'i. Nëse ndodh që haxhiu për shkak të trafikut, për shkak të lëvizjes, për shkak të grupit, prish renditjen, a ka problem? Atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shpyetur për diçka që është bërë para apo mbrapa kësaj renditje, vetëm se ka thënë s'ka gjë, je në rregull. Kështu që ajo renditje që ne përmendëm është sunet, që do thotë njeriu për arsye më të ndryshme mund të mos ta bëjë, në mënyrë që të shohë diçka që është më e leverditshme për grupin, për vete, për shtetin, për trafikun e njerëzve që mund të ketë X apo Y adhurim në atë kohë. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى الناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقه قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. جاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ترغم I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në haxhin e tij të lamtomirës qëndroi në Mina dhe vinin njerëzit për ta pyetur. Dikush erdhi dhe i tha, pa mendje, pa dashje ose pa i kushtuar rëndësi, qeta kokën ose ruajta para se me bërë kurbanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, mirë, bëje kurbanin se s'ka gjë. Erdhi një tjetër dhe i tha, si pa mendje ose pa dashje ose pa ndjer, e bëra kurbanin para se me gjujt gurët. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po mirë, gjuj gurët, s'ka gjë. E nuk është pyetur atë ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për diçka që është bërë para apo mbrapa, vetëm se thoshte, s'ka gjë, bëje. S'ka gjë, bëje. Pra tolerancë në lëvizje dhe shqyr Zotit është kjo tolerancë, se llogaritet e tij janë 4 milion njerëz që duhet bëjnë të gjithë të njëjtin veprim. Po kjo tolerancë e ka bërë njerëz, dikush shkon në qabe direkt, dikush shkon në gurët, dikush shkon ke kurbanet, dikush shkon. Pra alhamdulillah ka një lloj alhamdulillah lehtësimi për njerëzit. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترغم është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kurbanin, për qetjen, për gurët e për gjërat e tjera para dhe mbrapa të bëra, vetëm se thoshte s'ka gjë. S'ka gjë. Pra ka tolerancë në këtë pjesë shumë dhe shqyr Zotit që është kjo tolerancë. Alhamdulillah.